Po edhe ta ankoheni për ligjin edhe të më ktheni mua kurrizin sikur nuk shkon më burr. Megjithatë, shumë faleminderit për këtë lehtësim që i bëni fjalimit tim, sepse më mirë shpina se fytyra juaj. Dhe dua të them që jam thellësisht i prekur nga konstatimi i zotit Noka, i cili akuzoi kryetarin e kuvendit për besnikëri të tepruar ndaj kryetarit të partisë, ndërkohë që zoti Noka e ka besnikëri ndaj kryetarit të partisë monopol. Dhe nuk ka autoritet konkurrence që ja vë në dyshim monopolin, madje unë do ta quaja besnik Flamur Noka. Kështu që Niko është jashtëzakonisht larg teje Flamur, as mos e ki merak fare se ty në historinë e Shqipërisë mund të afrohet vetëm Shefqet Peçi, ndërkohë që në historinë e botës je rrot më rrot me Lejfenin. U ngacmova nga Ky është një opinion që mund ta diskutojmë. Ndërkohë u ngacmova edhe nga një deputet tjetër. Dëgjoj, duhet të ndani juve, duhet të ndani opinionet nga ofendimet. Tjetër opinioni, tjetër ofendimi. Edhe duhet ndani opinionet nga akuzat. Tjetër opinionet, tjetër akuzat. Ndajni këto edhe jeni rregull me rregulloren. Ndërkohë që u ngacmova dhe nga deputeti që e falenderoj që po më rri përballë, kjo tregon që ligji nuk e ka afektuar dhe dua t'i them që po isha në Bruksel, edhe Shqipëria hapi të gjithë kapitujt e negociatave dhe me që më pyete çfarë mendojnë ata për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri, po të them që ata mendojnë se si sot korrupsioni nuk është luftuar ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Sepse po të mos e mendonin këtë, nuk do t'i hapnin kapitujt e negociatave dhe në ndërkohë juve nuk e keni kuptuar akoma që në këtë vend punët janë ndarë. Dhe për sa kohë do vazhdoni të bëni këtu prokurorim popullore, për aq kohë do vazhdoni të jeni aty ku jeni dhe gjithmonë më të kurrur. Tani, natyrisht që këtu nuk jemi për diskutuar për ju, po me që më ngacmoni sa herë ju shoh dhe prandaj nuk vi që të mos ngacmohem. Ju thash disa fjalë lidhur me sa thatë, ndërkohë që dua ta nis pikërisht me varfërinë dhe me të ardhurat. Sepse pikërisht këtu tek raporti me varfërinë qëndron edhe arsyeja pse ne jemi sot në mandatin e 4. Dhe dua ta nis duke cituar Eurostatin, Institutin Evropian të Statistikave. Shqipëria ka një nivel më të ulët rreziku për varfëri se sa Serbia, se sa Malizi, se sa Bullgaria dhe se sa Turqia. Dhe Shqipëria është më pranë mesatares së Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Këtë e thot Eurostati, nuk e them unë. Po vazhdoj me një tjetër burim serioz që përsëri nuk është burim qeveritar, lidhur me
ndryshimin e peshës së ushqimit në buxhetin e familjeve shqiptare, i cili ishte afro 50% si peshë në buxhetin familjar kur ne morëm detyrën, dhe sot është nën 40%. Ndërkohë që sipas Bankës Shqipërisë, jo sipas qeverisë Shqipërisë, të ardhurat e disponueshme reale të familjeve shqiptare janë rritur mesatarisht 4 deri në 5% në vit në periudhën 2021-2024. Dhe po e mbyll me Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili jo më larg se pak ditë më parë tha Shqipëria është ndër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë. Me politika fiskale dhe monetare të kujdesshme. Këto janë burime të pa dyshimta për pavarësinë e plotë tyre nga qeveria e Shqipërisë dhe nga shumica parlamentare në Shqipëri. Ndërkohë që dëgjova këtu se në Shqipëri pas ka një taks korrupsioni, dhe dëgjova edhe që me 450 milion euro të inceneratorëve mund të bëhej një rritje agresive e pensioneve. Problemi është që ky 450 milion euroshi është thjesht aritmetika e ati që mua më mungon shumë, por që e kujtoj përmes jush, 7-7-42. Ky konstatim nuk figuron asgjë kundi në asnjë nga fashikujt e një çështje të hetuar thellësisht prej shumë vitesh, ku jo 450, po as 45 nuk duken asgjë kundi. Që do të thotë që gënjeshtrat tuaja të vetëdijshme apo të pavetëdijshme janë me 10 herë mbi realitetin. Për sa i përket tunelit Llogaras, dua të them se ai 50 milionshi është si 450 milionshi i inceneratorëve. Dhe në ndërkohë rrini fort ligjit andej. Në ndërkohë